ana tjetër mund të krijosh shumë konflikt me ata që nuk bien dakord ose më saktë zgjedhin të rebelohen ndaj asaj që i cakton. Erman? Unë kam dakord me Angelin kur thotë që Romiri e ka bërë shumë mirë punën e tij. Vazhdojnë kunjat e Angel dhe të Lirit dhe pas Big Brother tu të ferma. Arën, Malborën, Gresën dhe Olën. Atëherë. Me Donën do të shkoj Dona dhe Iliri. u shkri Angel. Iri. Bashkë me ta do të shkoj Vanessa. Romiri. Okej. Anada. Dona, Iliri, Romiri dhe Anada. Pa edukat e edhe njëherë shkoj atje dhe të them unë pastaj sa pa edukatja. Edhe njëherë thuja. Thuja. Je pra. Thuja pra. Thuja. Thuja edhe njëherë pa edukat. Po më kërcënon. Vazhdo thuaj se unë kam punë me ata, jo me ty. Zikshëm. Kjo është në Shqipëri, gjarëbën shloni, ta marrim gatun. Tani, ata vrasa tani. Vendos publiku për dyre. O kur Zagrepi, o kur. Jo, Arbana nuk e bën. Nuk e vën dot. Okej, it's okay. Me ka mami. Mendon që ta bën padrejtisht, prandaj po qa? Po. Pse ta bën padrejtisht? Pa nuk e mshë. Vazhdo për trupin tuaj. Jo. Si Fiona. Me thënë drejtën dhe po i shpjegoja pak Ermalit që i vetmi siklet është ai momenti që Gjarpri ka atë instinktin për të përdrerur dhe për të shtrënguar trupin, ato instinktet e Edhe unë kam provuar, not big deal. Me sikletshme Ju do ta bëni të sfidën me Gjarprin? Apo jo? Malbora, Anada dhe Si nuk jo sfida me Gjarpri? Ola. Ta kishe bërë dot? Cila ikën? Na tregoni pak. Kafshët që kam më frikë janë Gjarprit dhe kur dikush është budall ose kalon kufit, nuk e kam aq shumë frikë, po kur dikush është Gjarpër edhe don ta nxjerrë. Kjo ishte e madhe. Su doje i duar trokitje. Mund të flas. Ka një adhurim ndaj të vetes të jashtëzakonshëm. Ky është problemi. Ai di pse? Që ajo nuk Është një